Mitë e mi, si që shikoni, ne jemi ullur bashkë me historianin Gjika, pikërisht në një odë të improvizuar këtu në Muzeun e Qytetit të Fierit. Zoti Gjika, si shikoni këtë improvizim kaq real të mikpritjes muzikare këtu në një odë në brenda Muzeut Historik të Qytetit? Në vitin 1978, kur Muzeu Historik Fier nisi aktivitetin në godinën aktuale, në këtë godinë, ideuesit dhe grupi i punës për krijimin e muzeut mendoi të krijonte edhe dy dhoma të traditës, siç është dhoma e qytetit dhe dhoma e fshatit, pra dhoma e fshatit Myzeqar. Me elementë të traditës, ku nuk mungonte Oxhaku, elementët dhe aksesorët e tij, shiltet ku burrat rrinin, të paktën po flasim për pjesën e burrave, këmbkryq, dhe në qendër sofra që përdorej, së bashku me orendit me pjatat lugët, shtambat ose shtëmba që përdoret aja, sepse Myzeqeja flet dialektin, një nga 9 dialektet e toskërishtes, djepi ku edhe brezat tan, edhe brezi ynë është përkundur. I lutem operatorit mund na kaloj pak kamerën te pjesa e djepit, aty ku zoti Gjika foli për atë pjesë të historisë e odës myzeqare, pasi ne më tepër jemi fokusuar sot vetëm te pjesa e myzeqesë, dhe të falenderoj zoti Gjika që gjithçka sot t'i dhe për këtë emision, ku ne akoma vazhdojmë të sjellim ato çka Myzeqeja ka promovuar gjithë jetën e saj.